Mirë mbrëma. Sonte kemi të ftuar në komitet një koleg timin, një koleg gazetarëve, zotin Arman Shkullaku, i cili ishte deri dje drejtori i televizionit lajmeve ABC News. Shkullaku ka qenë njëri prej themeluesve të televizionit më suksesshëm në Kosovë, Klan Kosova. Është jashtëzakonisht kritik ndaj qeverisë Sarama. Zoti Shkullaku, mirë se erdhën në komitet. Mirë mbrëma. Kjo është hera parë që ju kemi këtu. Kena bashkëpunuar një sa keni punuar në Klan Kosova? Unë Klan Kosova kam punuar para se me nis Klan Kosova, në total bëjmë 5 vjet që kam jetuar në Prishtinë. 5 vjet në Prishtinë. Po dhe 4 vjet flota në Klan Kosova. Shumë shpejt. Pas 4 viteve kam nuk ka duk që kena jetë më shkurt. Cila gjendja mediave Kosovë Shqipëni? Masi ke punu 5 vjet kënena, ose ke qenë prezent 5 vjet? Tashti për ta përmbledh, sepse me fol për gjendjen e mediave dhe me bë dhe krahasimin do të vynte shumë kohë. Unë kur kam ardhur në Prishtinë, gjendjen e mediave këtu e kam gjetë, flas gjithmonë për përmbajtjen, për anën profesionale, më mirë se sa në Tiranë. Domethënë, por gjithmonë kam pas një shqetësim duke ditë që ngaherë virusi skeqës përhapet më shpejt. Sidomos kur u rregullua dhe rrugat tash. Po, shpesh diskutonim edhe bashkë, edhe me kolegë tjerë, edhe me batonin me cilin punoja në atë periudhë. Dhe i thore që shumë shpejt virusi ka me mbridhen në Prishtinë. Në atë kohë, mbaj mend, madje edhe përpara se të vija unë, kam gjeti kualitet shumë të lartë. Gazetat, debatet, publicistët më nemër, intelektualët më të njohur, hynin debate me njëri tjetrin, nga njëherë dhe filozofike, nga njëherë edhe me shumë mendim, gjë që i mungon të shtypin Shqipëri. Shtypin Shqipëri në atë kohë ishte bërë më komercial. Televizionet vërtet kishin investimet të mëdha në studio, në pajime etj, por ke parasysh emisionet në Shqipëri fillonin në mbrëma kemi Beratin këtu, handiheshin emocionuar, një duar trokitje. Ndërkohë që këtu kontenti ishte më serioz, përgjegjësia dhe përgjegjshmëria ndaj informacionit, ndaj profesionit ishte më e madhe, por gradualisht unë vërej që po bëhemi një edhe në këtë aspekt. Kjo vjen edhe për faktin sepse në fundit gazetaria, mediat po shihen më shumë si biznes, se sa si një mision. Mision është fjalë e madhe, por sa si një profesion për të informuar qytetarët në mënyrë të paanshme. Nga ana tjetër, televizionet janë një biznes shumë i madh, se sa letrat tona të gazetave dikur ku shkruani. Online po shndrohet gjithashtu në një makineri të madhe, sidomos këtu ke ju, ku jeni pararoj përsëri në këtë aspekt, pra në këtë lloj gazetarie të re, mbeteni pararoj. Por për shkak se televizionet kanë mundësi më të mëdha financiare, sigurisht ato do blejnë, po themi thojza se do marrin gazetarët më të mirë, media shkruar. Dhe shikojmë që gjithmonë fillon media shkruar bie, gazetat e humbin rëndësinë jo vetëm thjesht për faktin e teknologjisë, por edhe për faktin që gazetarët më të shquar, redaktorët më të mirë, publicistët më me emër shkojnë drejt televizionit. Drejt asaj ati mediumi që paguan më shumë. Dhe aktualisht televizionet bëjnë shumë tepër para. Po shndrohet tash edhe online një lloj azili, pra po shkojnë anena. Te online ka është arsye tjetër. Pra nëse ti shkon në një medium më të madh, pra në një televizion për arsye financiare, pra një televizion mua më paguan më shumë se sa një gazet. Tek mediat online nuk shkohet për arsye financiare, shkohet për arsye editoriale. Pra, paralelisht me zhvillimin e këtyre mediave si biznes, ku kemi ardhur në aspektin që vërtet është shtuar xhiro e biznesit, por është ngushtuar hapësira editoriale. Ne jemi vende, si Shqipëria, si Kosova, ku një pjesë e madhe e të ardhura gjenerohen prej buxheteve publike, prej tenderave, prej prokurimeve drejt për drejt etj. Dhe shumë nga botuesit, pronarët e mediave, si thua kanë biznese që lidhen drejt për drejt ose indirekt me këto para publike. Kështu që sa më shumë është oreksi për të marrë nga këto para, aq më i vogël bëhet mundësia për të thënë atë që mendon. Pra kjo është shkon për pjesën drejt. Mirë, po online ose çu shpeshohen është po më përveç pra shikues të din ose po ju tregojmë pra Shkullaku është njëri prej themeluesve edhe te websajtit njohur shqipërilapsi.al bashkë me Bushatin e bëjnë. Po, është një sajt politik, është një prej sajteve më me ndikim, kryeministri Rama lexon rregullisht, edhe pse nuk don me pranuat. Nuk e pranon. Mirë, po ai zakonisht kur fol për portale mendon edhe për portalin e juaj. Po i del her pas here. I del her pas here. Apo shndrohet gazetaria online përpara ka qenë më lehtë, me izolu një analist, një editorialist, e ke përjashtu pi punës se ke thirrën televizora i ka vdek. Pra kjo është shndruar një far platformë të mirë për mas me vdek. Thash, pra është një mundësi, pra nëse dikur ka qenë se tush televizioni si mundësi financiare, sot gazetaria online është një mundësi
për të pas liri editoriale. Po. Por, edhe këtu duhet me bë kujdes. Duhet me bë kujdes. Të paktën në Shqipëri, në Kosovë nuk mund të them, sepse nuk e kam ndjek vitin e fundit se çfarë ka ndodhur, por besoj prapë jeni më mirë në këtë aspekt. Në Shqipëri çfarë po ndodh? Në Shqipëri për shembull krijohet lapsipikal, krijohet një web tjetër. Kanë filluar një fushat, një strategji, qeveria me banalizu këtë punë. Me thënë që kush do mund të hapi një portal. Ata më duket kanë themeluar të vetat. Ata kanë disa. Skandal, lexo, nuk mbajnë temat, kanë plot nga këto, pra për të relativizuar rëndësinë e portalit. Pra portali mund të ketë çdo njeri, nuk është se ka një gazetar i njohur etj. Nga ana tjetër kjo po shoqërohet me një fushat të përditshme të kryeministrit, i cili ndoshta është i vetmi kryeministër në botë, nuk e di në Korenë e Veriut se çfarë ndodh, me thënë drejtës, ata janë shumë të izoluar, që del një orë dhe flet me vete çdo të prende në Facebook. Vjen atë kamerën aty dhe flet vetë. Pra shmang mediumet. Tjetër gjë, i trajton të gjitha një lloj. Tot mediat e Kazanit, portalet e Gënjeshtrës, gazetaria e Baltës, moçali mediatik. Pra këto janë tokë fjalësha që ai mundohet si thua të ja çojnë kokë qytetarëve që këta nuk kanë asnjë vlerë. Pra dhe që vlerë kanë vetëm ai që ai medium që i shërben ose që është sinkron me qeverinë, duke kriju këtë, duke relativizuar, si thua, këtë liri që ti përmendë, pra është kjo liri në hapësirën e online-it, ai relativizon, duke relativizuar këtë gjë, fjala portal në Shqipëri tani po bëhet gjithmonë më shumë si diçka pejorative, çojmë portal, botojmë portal, e kanë nxjerrë ky portal. Pra si tu fillimisht, po nuk e ka peshën e gazetës që ka pas. Megjithatë unë mendoj që kjo është një fazë kalimtare, koha seleksionon shumë shpejt gazetarinë e vërtet nga gazetaria, si thua, cheap, fake news, si dhe nga gazetaria që bën vetë qeveria. Kështu që me kalimin e kohës unë mendoj që do ketë vlerë shumë herë më të madhe se çka sot. Dhe unë mendoj që çdo kryeministër përfshirë Edi Rama do mendoj 2 herë kur të sulmoj ose kur mendoj të sulmoj një media. Çfarë ndodhi me, pse të lexuam lajme ditëve të fundit? Pra, në vend që me prodhu lajme, u shndruan lajme edhe ti me ABC News. Qëllon në herë. Qëllon. Nuk ndjen shumë e mirë. Na ka ndodhur shpesh të më u bë lajm. Për këtë arsye. Është vërtet. Edhe ne e dimë që në profesionin që jemi, gjithmonë mendojmë që jemi sa jemi këtu, po nuk e dihet. Sa vjet i bën në ABC News? 4 vjet. Sa kam lënë në Klan Kosovën? Ciklin e ki 4-5 vjeçar ti. Sa kam lënë në Klan Kosova kam hik sepse më mbyll si thosh një projekt. Pronari i klanit që ishte në pronësitë e Klan Kosovën vendosin me e shit si biznes, për shkak sepse nuk e ndiqte dot, si thosh vet personalisht, edhe kështu që kjo është arsye që unë nuk ktheva. Dhe u ktheva në ABC News. Ishte eksperjenca ime e parë drejtoja një televizion komplet. Kam drejtuar gjithmonë në departamentin e lajmesh, informacionin në Tiranë. Ti ke qenë drejtori i televizionit? Në TV Klan. Në ABC. Në ABC kam qenë drejtori i një televizioni, po. ABC është pru në Klanit, pra është një njëti Po, njëti grup mediatik, kështu që thash, sa herë kam qenë gjithmonë kur kam qenë më i ri, kur punën e bënë më shumë e zemër se sa me mendje, atëherë edhe kishte edhe lëndime, kishte edhe mërzitje nga raste të tilla. Tash unë e kam ditë, kam qenë i përgatitur që nuk do jem gjithmonë këtu ku jam. Dhe e kam ditë që qëndrimi ABC Newsit si televizion, linja editoriale, por jo thjesht linja editoriale si qëndrim, por hapësira që kishin gazetarët, hapësira editoriale që ishte kriju aty, unë e kam qenë ishulli i fundit, ishte një si thosh një hapësirë që nuk besoj se ka qeveria, aq më pak qeveria Rama që ka alergji nga liria, që mund ta kalonte si thua. Sa staf punon aty? Në total me të gjithë gazetar, kameraman, teknik, rreth 150 vet. 150 në ABC News. Në ABC News. Gati sa klani që nga po thuj se Klan Kosova, kur e kam lënë ka qenë më aq. Klan në Shqipëri është 350. 350. A di çka çmojt, po më nej pesanave që më kanë bërë përshtypjet gjatë punës edhe këtu, po edhe në Shqipëri është konsistenca jote. Pra, kur e ke fillu ABC News, unë për veti kam qenë skeptik. Ka qenë top news atje. Po. Edhe thosha s'ka, edhe disa media pra të kësaj natyre. Disa News 24 kanë qenë ora 1. E çka rriti ABC News? Pra që kjo konsistenca jote dhe një lloj nuk ngon shumë mas ekskluzivitetit ti sa je kështu konsistent. Është e vërtetë, domethënë
mbas ekskluzivitetit. Gjithkush e don ta ketë diçka ekskluzive. Ti e din linjën ça. Problemi është që ti pikon një vend vazhdimisht. Nga i herë me këtë manin për të qenë të parët, për të bërë breaking news, për të vënë titrat të mëdhenj, për të vënë muzikën pam. E hub peshën e. Bëjmë edhe qesh arak. Ka kuptim breaking news CNN-i. Po. Ose BBC-a, që fillon lufta me një lajm që jep CNN-i, një breaking news, lajmi i fundit, kupton? Por bësh lajmi i fundit në Shqipëri, jo bërë qesh arak, por shumë lajmi i fundit, AN, plagose duke kaluar autostradën, lëndohet, shkon në spital, këto janë lajmet e fundit. Pra nuk është prej nesh po varen fatet e botës, është gjithë vëmendja aty dhe ne po bërtasim të jemi shikon. Pra kjo ka qenë se tush natyra ime ka qenë me shmang këtë alarm gazetarek pa sens. Dhe me bëj televizion të qetë. Qëllimi im ka qenë që dikush që hapa BC News-in të marrë veç çfarë ka ndodhur. Ta ndjeki një story prej fillimit deri në fund dhe të kuptoj çfarë ka ndodhur. Gazetari të flasë javash, të tjetë shpjegues, jo të bërtasi. I është dhënë rëndësi të madhe sepse është televizion figurës. Nëse deri dje bëheshin teksti dhe pastaj mbi tekst hidhesh figurë sa me kalu radhën. Në BC News montoi figura përpara, pastaj asaj i shkoi me tekst nga mbrapa. Bëm disa emisione të reja, që edhe emisionet ishin në kuadrin e aktualitetit, të informacionit, por dhe relaksus, por dhe politik, por dhe satirik, kemi pas disa emisionet mira. Dhe thelbi kësaj mendoj unë që ndronë e dim sekretin dhe ti dhe unë, tek liria në kuptimin jo thjesht liria pa kuptim, por tek liria profesionale, pra ke profesionalizmi dhe ke objektivizmi. Që mas me pas t'in kokën tonë pengesa. Se imagino, ti mund t'i thush një gazetari, shko ma bëj një story, ai investigon 2 ditë, 3 ditë për atë, mundohet, vjen gjithë pasion, redakcitot e kam krye, kam bërë shumë mirë, dhe bjen një telefon dhe ti thu, lene këtë se pastaj do t'i lene dhe tjerë. Mërzitet kjo ose mërzitet ai, dhe pastaj nuk kam motiv me shku në punë. Unë këtë jam mundu që motivimin tek njerëzit ta kem pas maksimal. Shpesh si tush presionet kanë mbi mua, por unë nuk i kam përcjell tek njerëzit poshtë. Çfarë shpeshmëri kishte nivel vendi ABC News? Nuk është se kemi sondazhe si tush të sakta, por ka pas, sidomos vitin e fundit, ka pas një nivel goxha të kënaqshëm. Luhati, domethënë, nga 4% deri në 6% deri në 7%, që nuk është pak. Të gjitha televizionet. Që nuk është pak. Domethënë, flas po këto janë sondazhe. Po ai emisionit është që lën njërin zyre, që e lën vazhdimisht, pra nuk është ky që kthyer prime time pe 8 deri. Jo, kjo ka qenë ideja që këtë televizion ti mund ta shohësh dhe kur shkon në shtëpi. Po. Zakonisht njerëzit mbarojnë punë, kthehen në shtëpi dhe ti se ke ndjek gjatë ditës çfarë ka ndodhur. Ti mund ta shohësh dhe merr vesh, nuk është ai televizioni me ekranet e vogla me tituj të mëdhenj, që thjesht i kanë lajmet e fundit to që të thash unë. Rrshket në Bor, dëmtohet autobusi, ku di unë bie i pem, to që janë lajmes rutin. Por ka qenë ideja me kriju dhe ekrani madh, që ajo fakt ka qenë ide e frangajt kur e ka kriju me pas një ekran të madh, jo me ato dritaret e vogla, me idenë që ti po shikon televizion. Dhe po të shikosh gjithë televizionet informative, serioze në botë, gjithë formatet kështu janë. Në vërtet. Edhe ç'a ndodhi pastaj frangaj u detyru? Domethënë ishte kjo periudha që të thash 4 vjeçare që kam punu. Për një vërtetës du të them që kam punu mirë, në kuptimin kam pas të gjitha hapësirën e nevojshme për të bërë punën time, por mendoj që arsyetimi frangajt ishte që në këtë periudhë televizioni ka nevojë për qasje të re, menaxheriale si administrative ashtu dhe editoriale. Ai ka gjykuar që këtë qasje të re ta marr vetë në dorë, pra këtë menaxhim të ri ta drejtoj vetë. Dhe përdesa ka marrë përsëri ta drejtoj vetë, është në pronë e tij brenda grupit tim mediatik. Ti edhe më tutje na biseduam edhe privatisht, ti do të jesh në klan, po edhe më tutje se din çfarë pozicioni do të jesh. Po, nuk e di, besoj që edhe pozicioni që mund të kem në klan, besoj mund të jetë një pozicion që nuk do të lidhet me editorialin. Sepse si thush është e kot mendoj. Pra ti nuk do të bën që në mediat tradicionale të arrish të merresh me editorialin, por unë do të vazhdoj sigurisht. Jam i qartë në... Mi po s'do të bëjsh kompromise politike edhe... Pra firma por nuk shfaqesh? Jo, do shfaqem. Do ta gjej mundësinë që do shfaqem. Pra, qofse kam deri dje kisha arsye, si thush, thjesht profesionale për të shfaq, tash kam dhe arsye dhe personale për të shfaq akoma dhe më shpesh, për të treguar sa herë të kem mundësi, atë që mendoj, atë që gjykoj dhe për të thënë atyre njerëzve që më kanë ndjek, to 4 vitet e fundit, pra që më kam qenë në Tiranë, që më kanë ndjek që tek unë s'ka ndryshuar asgjë. Jo, po fitove peshkulla tash. Shiko, emri yt ka pas peshë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Po tash pas kësaj që ka ndodhur, isha në Shqipëri disa ditë dhe kështu.
Ishte një sensibilizim rreth teje, pra tash kushdo që ka dashur me dëmtu në aspektin editorial tonin, besoj që ka gabuar anë, se fjala jote do të shikohet shumë me kujdes tash. Unë do shpresoja që të ndiqej me kujdes, dhe ajo që ka mundor është vetëm mos zhgënjej në këtë drejtim. Dhe për këtë jam i sigurt sepse e njoh veten time, kështu që nuk kam dilemë te kjo pjesë. Kurse ajo që thoni ju, si tush për masa e lajmit, e informacionit, e solidaritetit, mos më ka ndodhur ndonjëherë. Kam pas zerë tjera, si tush largime nga puna, dorëheqje për arsye të ngjashme. Por nuk kam pas ndonjëherë, domethënë mbështetje kaq të madhe, telefoni, Facebooku, mesazhet, si rrallë herë ndonjëherë, dhe kanë qenë jo thjesht vlerësime, po kanë qenë dhe mbështetje, domethënë çfarëdo që kish nevojë gjithçka. Kjo është sigurisht satisfaksion. Por unë mendoj që një nga arsyet që i ka dhënë si tush një val më të madhe se çdo ndodhte rëndom, që edhe ty të ka bërë përshtypje, mendoj që lidhet me klimën mbytëse që është për mediat në Shqipëri. Sa më mbytëse është kjo klimë, aq më shumë, aq më fort është kundër reagimit. Dhe sa që ndodhin raste të tilla, jam i bindur që komuniteti i gazetarëve sigurisht reagon, por dhe ata që janë detyruar të mos flasin për interesa, për çështje kontratash, frike, heqin nga puna, brenda vetes, domethënë nuk e pranojnë këtë realitet. Pavarësisht se bëjnë sikur e pranojnë, nuk e pranojnë këtë realitet. Dhe ne kemi rastin ka pasur edhe diku në Shqipëri, që sot pothuajse të gjithë mediat tradicionale, por dhe një pjesë e madhe e mediave tjera janë të kapura nga pushteti, por nuk gjen asnjë gazetar me emër në Shqipëri që të ketë bërë një shkrim pro Edi Ramës. Pro Edi Ramës, po. Nuk ka asnjë. Që thotë që ky kryeminist ka ecur mirë, ka bërë këtë punë, ka realizuar reforma të tjera. Gazetar me emër nuk ka, mund të ketë botus. Po. Që e bëjnë, mund të ketë pronar, që mund ta mendojnë. Lubunja, Bushati, Mustafa Nano, këtë duash marrë, madje edhe Mero, që e ka gazetën Tema, si thuash më mbështetëse ndaj kësaj mazhoranse, ka shumë editoriale që dënojnë ose fshikullojnë qëndrimet të opozitës, ka mosbesimin e tij për opozitën, por rrallë mund të gjesh, ose jo rrallë, nuk ka as Mero. Po, një bravo Ramës. Jo, nuk ka. Shkrim me emër ti, nuk ka. Mediat kryesore në Kosovë ti e din pak a shumë, por këtë vend e kena më shumë me opozitën, klani në ton andej nej 21 gjithashtu si neutral, mirë, por nuk ka një unitet sikur është Shqipëri për shembull. Atje është shumë më bardh e zi, në fakt s'ka zi hiç, komplet mbështetja është anej. A është kjo për shkak që po në pyetje më shumë retorike, edhe për lexuest, mënyra se Rama i kontrollon këtu edhe apo është një vetë dëshire e botuesve që trashëtojnë për Ramën? E para është Rama. Kjo nuk diskutohet, domethënë fiksimi i tij pas mediave nuk është thjesht meraku i tij për dal mirë ose për të dukur mirë. E ç'është smundje kjo? Është kur nisesh për të vjedhur dhe jo për të qeverisur, gjëja dytë që do kesh mundësi është të fshehësh gjurmët e vjedhjes. Dhe si mund të fshehësh gjurmët e vjedhjes duke mbyllur gojën dhe syt atyre që janë aty për ta raportuar këtë vjedhje. Pra, një kryeminist ose një qeveri bën hapin e parë për çfarë e ka marrë këtë mandat. E ka marrë për të bërë Shqipërinë më të mirë, për të rritur nivelin e jetës njerëzve, për të dhënë më shumë siguri për jetën, për të rregulluar shkollat, spitalet, apo ka marrë për të ndarë para nga buxheti i shtetit për miq, fis, farefis, për të pasuruar dhe për t'u marrë shqiptarëve nga xhepat e tyre dhe për t'i çuar në llogaritë e tyre bankare. Qofse janë nis për këtë qëllim, pra për të vjedhur, sigurisht do mundohen të fshehin gjurmët. Që mos duken. Dhe gjurmët fshihen duke mbyllur gojën edhe. E tash, me pronarët e mediave, dhe diçka tjetër, nëse këtu tek ju ka antikorpe më të forta, pra ti e din gjeografinë e mediave këtu kur ka marrë ka pasur shoqëri përveç mediave dhe shoqatave të gazetarëve dhe gazetarëve si individ, po dhe sindikatat janë më të forta, por dhe shoqëria civile është më e fortë, por dhe reagimi qytetar është më i fortë në rrjetet sociale, në mënyrat protestave qytetare të tjerë. Kurse në Keni nuk ekziston asgjë e tillë. Pra kjo e bën më të lehtë, si thosh, dikë që të fusi dorën dhe ta kapi. E tash këto bashkëpunimi media me kryeministrin, me Edi Ramën, se po besoj që nuk është çështje qeverisë, aty është çështje individit, se nuk është se besoj që ministrat janë ka i bëjnë këto gjëra. Jo, është fryma që jep. Po, a është kjo, po më në raporti kontraktual, po më intereson, zakonisht çu zblehen, jepen leje, flitet shumë, marrin leje ndërtimore, bëjnë kësi gjëra apo? Ka shumë, ka leje ndërtimore, ka licenca, ka ekskluzivitete, ka tendera,
ka para reklame që ndahen një televizion me 5 milion, po them 5.000 euro, një televizion tjetër me 500.000 euro. 500.000 euro. Pra, këto janë mënyrat që bëhet, dikush merr licencë për ndërtu kioska, gjithë Tiranën, dikush tjetër hidrocentrale, dikush tjetër rrugë, dikush tjetër ndriçime. Pra, kjo është mënyrë e njohur dhe këtu ndoshta, por thash nashta na kena resurse më të vogla. Është pak jo dhe është pak më shpejt. Do vinë ndoshta. Cili është televizioni aktualisht më me ndikim në Shqipëri, pra cili ndiqet më shumë prej shqiptarëve? Për të ndjeket TV Klani, më shumë. Kurse ndikimi është diçka tjetër. Me qenë ndikues është diçka tjetër dhe me qenë ndjekur është diçka tjetër. Unë mendoj që Klani, për aq sa e njoh, unë kam punuar në Klan që ditën e parë, jam njeriu që i kam vënë emrin. Klan? Atje ke vënë. Po, unë kam gjetë këtë emër. Për revistën Klan fillimisht, pastaj është bërë televizioni, pra kam punuar që ditën e parë atje dhe ndjek. Unë mendoj që Klani ka qenë shumë, për shkak se ka qenë dhe të pakët mediat e tjera, ka qenë shumë ndikues, domethënë përpara, dhe pavarësisht se mund të kishte, po themi në një periudhë caktuar Top Channel mori këtë entertainmentin më shumë, futi programe rinore etj, por si vendimarrje, si peshë politike, si peshë mediatike, Klani ka pasi peshë pa diskutueshme. Sigurisht ashtu, populariteti, shikueshmëria e Klanit është tepër e lartë, por ndikimi mendoj që është relativizuar disi. Kjo jo vetëm për Klanin, por përgjithsisht mediat tradicionale kanë humbur ndikimin që kanë pas më parë. Kjo edhe për faktin që shpeshherë ndryshojnë rreshtimet, shpeshherë janë më vulnerabël ndaj pushtetit, shpeshherë, si thuash, ndryshojnë qëndrim. Dhe kjo bën që në farmase ta humbasim peshën. Sigurisht bëhet fjalë për televizionet të mëdha, si Klani, si Top Channel. Kjo që them unë është një vërejtje që mund të bëj unë, po sido që të jetë me të dy makineri të mëdha që drejtojnë opinionin. Politikisht Klani, nëse i shikon lajmet me kujdes, nuk është që është neutral, totalisht. Është neutral, është. Pra, kur ka qenë Berisha ka qenë shumë më aktiv se sa tash. Shumë aktiv, ka qenë shumë më pro. Ajo që bën sytë Klani është megjithatë opinioni blended, ai e ruan atë pavarësinë, kuptimin i fton mysafiri ka gjitha grupet, pra nuk është që i izolon njërin palë. Pa diskutim. Emisioni blended është si thosh një patent, po e themi, që ka një përvojë gati 20 vjeçare në treg. Dhe për këtë arsye, si thosh, është një median vete, dhe çdo televizion që ta kishte, mendoj që do ta pranonte. Si thosh, kishte një emision me peshë kaq të madhe, politike, profesionale, etj, pavarësisht se kush ishte ftuar në studion. Në fundit, pas edhe emisioni vet jep mundësi më tepër që ti të ballafaqosh palët dhe të jesh në rolin e arbitrit, gjë që duhet ta bëj media normalisht. Kurse përballimi i presionit tek informacioni, tek lajmi është shumë i vështirë se sa në një emision. Një emision në një farmase ke komoditetin që kanë ftuar Beratin, kanë ftuar dhe kundërshtarin e tij, jep një argumentat, megjithatë prapë dhe kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, por unë mendoj që mbetet nga emisionet më me peshë, jo më me peshë, më i vetmi, mendoj që në Shqipëri që të paktën Fevziu duhet ja njohë meritën që e ka rrit me fanatizëm që nga ditë e parë, një lloj koherence, sistematik, punon, është nga të paktët që dërgojnë pyetje përpara, që merr çështjet, që analizon etj. Pra, e ka rrit nivelin. Kthehemi te Roma te politika. Me Ramën kryeministër, a bëma mirë Shqipëria apo bëma mirë? Tash përgjigjja ime dihet në këtë rast, unë e kam pas bindje dhe pa ardhur Rama. Po, kemi bisedu për këtë. Kemi bisedu për këtë. Se ki paragjykuar Ramën para se... Nuk e kam paragjykuar, unë e kam gjykuar, sepse Rama kishte dhënë një model. Modeli i qeverisjes lokale. Të drejtosh Bashkinë e Tiranës është një lloj sikur ti je kryeminist. Janë 1.1 milion. Kosova mendoj që Tirana u përmirësu me Ramën. Po, shikon, pamje të parë, ti nëse vjen 2-3 ditë në Tiranë, duket mirë, sepse vjen, shkon në një hotel, del në një bar, ke bllokun dark, po të pëlqen, te whisky vend dhe këngën xhamadani via, pide i got, ndihet vetja mirë, kthehesh rruga. U bë. Gjithçka duket okay, po për të në Tiranë, është gjatë periudhës që Edi Rama ka qeverisë Tiranën, Tirana është ndrur për mendimin tim në ferr. Jetesa në Tiranë është pothuajse e pamundur. Nuk mundet dikush me dal nga banesa dhe me pas një hapësirë me hec, po themi 10 metra në këmbë. O vjen makina, o ke një ndërtesë tjetër përballë, është duk çdo hapësirë publike, është duk çdo
si tush janë këto të jetesës përditshme që e bëjnë cilësinë e një qyteti. Kush janë? Janë krijimi i lagjeve, që del ke kafen tënde, ke bukpjeksin tënd, ke një hapësirë, ke dy stola, ke ndër tre njerëz, fëmijët takojnë me njëri tjetrin. Pra ka një lloj jetesë në komunitet siç e kanë pas paktën në Prishtinë. Nuk e di nëse është prish këto 4 vite që s'kam qenë. As nuk o prish, as nuk o ndrej. Por pas sa ka qenë, ka pas mundësia. Çdo blok ndërtesash ka pas një fush, ka pas një hapësirë, ka pas një kafe, ka pas një dyqan, pra jetesa është më humane. Kurse Tirana u shndru në një lloj kapitalizmi tegër, ku kush e kush ndërtonte. Në Tiranë ka pallate që mund me siguri në rekorde Guinness, ku ti nuk mund të nxjerrësh, po themi arkivolin e të vdekurit, duhet me nxjerr në kom sepse kështu nuk e merr. Ku zjarfiksia nuk hyn dot, ku ambulancat nuk hyn dot, ku shef çuditëra që nga një pallat mund të kalosh në shtëpinë e komshiut pa problem fare, pa që nevoja me zbrit poshtë. Bektyro burrë. Pra, gjitha kjo është bërë nga etja e madhe për përfitim, për të betonizuar qytetin dhe për të përfituar kredite dhe financiare dhe politike. Nuk është rasti që në grupin e njerëzve që mbështesin Ramën, biznesmen, deputet e tjerë, pikërisht ata që me paratë e tyre kanë bërë me ndërtimet në Tiranë. Sot janë deputet, janë ministra, çfarë mund të jenë. Pra janë ky grup që kanë mbështetur Ramën dhe ishte absurde. Ishte absurde të mendoj që ky njeri që ka bërë këtë gjë për 12 vjet mund të bëjë Shqipërinë ndryshe, që mund ta rilindi Shqipërinë. Jo. Atë që ka bërë Tiranë do ta ashtri. Cilat janë sipas tash problemet kryesore të Shqipërisë? Për kanabisin pak a shumë po e dim, po kjo pe Kosovës më shumë po tingëllon betejë politike sa betejë reale. Apo dështon apo betejë reale është. Kanabis është një betejë. Është një plag reale. Është çka janë mbjell fusha tona me kanabis? Po, pafund. Kush i mbjell aty shkolla? Shiko, edhe pse ka faj kryeministri, po as si çon Kjo është lejuar. Okej. Kjo është lejuar me vullnet politik. Kjo është lejuar. A ka qenë po kaq keq në kohën e Berishës? Jo, nuk ka qenë kaq keq. Po ka qenë Lazarati, po s'kan qenë. Ka qenë Lazarati, është munduar deri diku të japi një zgjidhje, ka dështuar, zgjidhja që ishte me rrethu Lazarati mos më lënë mundësi atyre që drogën që prodhonin me nxjerrje jashtë me shit, që mos lejonin punëtorët të hynin në fshat, punonin të tjerë, por shpeshherë kishte policë korruptuar, kishte edhe një mbyllje sysh nga lart për të lënë ca para që të qarkullonin. Por kjo që ndodhi më pas a e mbylli Lazaratin apo? Lazaratin e mbylli. Por ndërkohë gjithë Shqipëria u bë Lazarat. Dhe çfarë ndodhi? Dihen me emrat drejtor policisë, shefa policie, të cilët janë të lidhur me banda të caktuara. Atyre jepen parcela tëra me hektar që kultivojnë kanabisin, paguajnë haraçin policisë, politikanit, pushtetarit që ja ka lejuar një gjë të tillë. Dhe kjo ka pas një efekt, si thosh, ngjitës. Është përcjell si efekt domino këtë gjithë, nuk ka ngel njeri më në Shqipëri pa u marrë me këtë punë. Ti mund të pyesësh nga fëmijët deri ke pleq din gjithçka për kanabisin, sa e rritet, kur piqet boçja, kur duhet vjel, çfarë pleu i bën mirë, sa herë do ujin. Dhe unë merrem pak kështu për pasion me këto punë të bujqësisë dhe njoh profesor të këtij zanati, njoh fermer të mëdhenj që kanë bërë investimin, që kanë një shqetësim të madh dhe shqetësim real, që përveç shumë të këqijave, kjo po shkatron dhe krahun e punës në Shqipëri. Sepse normalisht një punëtor mesatar që punon bujqësi merr gati 10-12 euro në ditë. Po. Këta bosët e kanabisit vinë me autobus në periferi Tiranës, i ngarkojnë ose edhe në Korçë, në Tepelen, kudo. I ngarkojnë, i marrin punëtorët, i paguajnë rreth 20-30 euro në ditë. Okej. Dhe çojnë merr me kanabisin. Pra ata s'mendojnë të punojnë më njëri me bujqësi. Plantacionet e kanabisit, a janë lart në Bjeshk atje, jo poshtë kësaj, po supozoj. Ka lart, ka dhe poshtë. Ka dhe poshtë. Ka dhe poshtë, sa më e sigurt ndihet zona, për shembull në rast si Krujës, ku kryetari i bashkisë kanë akuzuar vazhdimisht që ka pas probleme me ligjin për dekriminalizimin dhe opozita, madje edhe ambasadori amerikan pa të kërkuar mos kandidimin e tij, por Edi Rama e vuri dhe e fitoi. Ju e bëni shpesh atë rrugë kur hyn në Tiranë para se ngjidesh ke ura që merr për Durrës për në aeroport ose vazhdon drejt. Vetëm 100 metra nga rruga nacionale u zbulua një magazin gjigande që kishte brenda nuk e di sa 150 tona, 200 tona shash, nuk e mbaj mend. Pra ajo gjitha bëj aty dhe u kap rastisht nga një përgjim i shërbimeve sekrete, të cilët do të thonë na kapën hajde. Nga një polici pa përgjithshëm. Kështu që kjo është për hap Bithandej. Dhe mendoj që pra aktualisht kjo ka marrë për masa që nuk e ndalojnë dot më. Okej. Sepse tash çfarë ka hyrë në lojë? Ka hyrë në lojë se ishte lënë Lazarati.
por nuk ishte goditur, si të thuash, një grup për të lullëzuar grupi tjetër. Pra shteti nuk ishte bërë palë me grupet kriminale. Ashtu që shteti bëhet palë me grupet kriminale, që sekuestrohet droga ime, po lejohet droga jote të kaloj, tu tani ka rritë për masat gati të vetgjyqësisë. Dhe palat që ndihet e prekur, vazhdon e kultivon, mbrohet me armë, ka pas plot raste edhe vrasjesh, madje një e fundit që ndodhin Shëngjerq, po prap në afërsi Tiranës, në rrugë e keqe, po themi Bjeshka e Tiranës, aty u gjet një person i vrarë në depon e Ashaqe dhe u raportua si vetvrasje. Fakt nga ekspertiza dole mbrapa, që ishte vrarë dhe ai nga kjo rivaliteti bandave për të kontrolluar trafikin. A janë edhe politikantë në qëtë biznis? Po mënoj deputetë dhe ministra? Pa diskutim. Pa diskutim. Nuk besoj ndoshta që një pjesë e tyre mund të jenë thjesht për para, një pjesë mund të jetë edhe për influencë politike, për vota, për njerëz që punësojnë, për para që qarkullojnë dhe forcon influencën në një zonë caktuar dhe tash që afrohen zgjedhjet, mundohet ta shfrytëzohet influencë për vota. A është personalisht shkollak, se i kom dëgju këto debatet për pasurinë e Edi Ramës, pra ai thotë kam një shtëpi, atë shtëpinë padritare të famshme që e ka. A besoni që është personalisht i korruptuar kështu si politikant, si njëri që e udhëheq vendin? Besoj se po. Besoj se po, sepse e para, unë nuk e besoj historinë që shtëpia ti ka kushtu, ai sa thot ai. E di që deri në vitin 98 Edi Rama ka qenë një intelektual me të ardhura modeste. E di që nga 98-a dhe deri më sot, Edi Rama ka pat një pagë një 10 herë më të vogël se paga ime, pra pagën e një ministri, një kryetari i bashkie. Pra e di paga shumë të ardhurat zyrtare deklaruara, dhe nuk ka asnjë shans që njëri me këto të ardhura të ndërtojë shtëpi të tillë apo të bëjnë atjet që ai bën. Vetëm veshjet e Edi Ramës mund të ketë në trup, po diun 5.000-6.000 euro vetëm. Ja publikoni kanë një laps aty këto firmat e njëra. Po vjen dikush nga Italia, vjen rroba qep special nga Milano, që i merr masat në zyrë dhe prodhohet me copat më të mira veshje posaçërisht për kryeministrin e vendit më të varfër. Jo, nuk besoj, e di, të ta them me përgjegjësi të plot. Pra dhe imagjinoni kryeministri i vendit më të varfër që i vjen rroba qepsi nga Milano. Pra do të jetoj si njeri i thjesht, në duke, por në fakt kjo është një anë. Ana tjetër është pastaj që unë e gjykoj nga ato që ka bërë të 3 vjet. Po e lë historinë si kryetar bashkie. Sa i fol shumë për shëndetësinë, për check-upin e famshëm edhe për. Domethënë qoftë janë dy sektor ku mendojun që janë krijuar apo stafat vetëm për të vjedhur. Një është rilindja urbane, mania. Disa e shpjegojnë si manitë e Edi Ramës për ndryshuar faqen e qyteteve, për të vënë vulën e tij, për të bërë këto sheshe e tjerë. Nuk ka të bëjë me këtë gjë. Është një mënyrë se si paratë publike të shkojnë për interesa personale apo partijake. Nuk mundet Shqipëria me atë nivel jetese që ne kemi, atë nivel veçfurie të harxoj 500 milion euro vetëm për rilindjen urbane. Rilindja urbane në kupton sheshet në qytetet kryesore të Shqipërisë. Venca pllaka, një shatrivan, 2-3 drita. Dritat 500 milion. Dhe kjo bëhet edhe në qytete, për shkak ku njerëzit në ora 7 janë ngjumë se nuk kanë drita. Kupton, nuk e di çaju duhet sheshi aty, sa të dalin mëngjes, punojnë. Ata lypin diçka tjetër. Ose mund të përfiturosh për shembull mira turistë që vinë Librazh apo ku diun Tepelen për të parë sheshin e Tepelenës. Ose në Librazh kanë vënë ca koka statuash moderne që kishin vënë shumë tokë, kishin. Ato nuk besoj se ka pa kusht. Instalacione. Si ka pa kusht në Librazh. Normal. Aty jeta mbaron. Në ora 7, sepse ata në radh parë, mendoj unë, sigurisht që estetika do të duhej, por radh parë do duhen dritat. Ujë pishëm, do duhet një qendër spitalore, që mos marrin rrugën gjithë vinë Tiranë, edhe për një smundje më banale. Po do duhet që të ca shkolla me ngrohje. A ka ofër me përmbyll këtë ciklin e rilindjes urbane? Jo, besoj do ta vazhdoj prapë, sepse është një mundësi e mirë me zhvat nga buxheti i shtetit për një projekt, nga i cili 500 milionë jam i bindur që nuk e di realisht sa ka kushtuar 100 milionë, dhe ka 100 milionë tjera nuk e di si. Dhe sektori i dytë është shëndetësia, ku po aty janë 500 milionë tjera që janë dhe me koncesion, shërbime, jo investime. Pra 1 miliard euro, 1 miliard euro i kanë marrë vetëm 2 gjëra, për Shqipërinë janë shumë 1 miliard euro. Me 1 miliard euro të më ndërtosh konsiderohet me 10.000 euro për të bërë një vend pune. 10 spitale rajonale, që mund ta ndryshosh komplet faqen shëndetësisë shqiptare.
Po. Dikush që e nxeh te ose te, a ka bona kush këtë check-upin e famshëm që është papagesa? Jo, nuk e kanë. Nuk funksionon. Jo, biles në Shqipëri nuk i thonë me check-up, i thonë ketchup. Ketchup. Për shkak sepse ministri këta vinin njerëz detyronin, bënin spote televizive, i filmonin për të thënë që jam shumë i lumtur ose jam shumë i lumtur që kam kryer check-upin dhe as emri nuk ja thonin dot. Okej, kjo puna rrugëve ka mbetë pa përmbyllur po duket. Për shembull nëse e kshy rrugën e Kumbit, ashtu si ka mbetë nuk është këtu është e vetmja gjë, mendoj unë që Edi Rama ka mbajt fjalën. Ka thënë unë s'kam e bë kurrë rrugë. Madje edhe në një bisedë private pa të thënë që ja i bëri Sali Berisha rrugët, edhe prapë votun kundër. Unë s'kam ndërmend të hedh parë për të bërë rrugë, të lejë kështu siç janë, edhe fakt e kam mbajt fjalën. 4 viteve nuk ka bërë asnjë metër rrugë. Ky është premtimi vetëm realizuar dhe ka gjetë mirë ato para, thotë sa ti bëj rrugë për shqiptarët, më mirë bëj koncesione për miqtë e mi dhe për njerëzit e Tarafit. Dhe prandaj këto 1 miliard, se janë 1 miliard euro, kanë vajt aty ku kanë vajt. Nuk kanë vajt as ke rrugët, nuk kanë vajt as ke shkollat, nuk kanë vajt as ke spitalet, nuk kanë vajt as ke plot sektor të tjerë që vendi ka nevojë për investime. 1 miliard euro kanë shku kozmetik e qyteteve dhe kozmetik e xhepave. Pra, obsesionimi i Ramës ju po thoni, ka qenë në një kopja media ose një farë lloj partneriteti me media, rilindja urbane, shëndetësia, pra ky ka qenë fokusi i tij kryesor për këto 3 vite pushtet. Domethënë është si thosh që njëkohësisht është do domi më i madh që ka bërë. Është një replay i asaj që ka bërë kryetar bashkie. Prandaj thosha, kryetar bashkie çka ka bërë Edi Rama? Të gjitha mediat në atë periudhë i bëri për vete. Nuk ishte fiksimi i këtij për dal bukur në televizor, ishte fiksimi i këtij për të mbuluar atë që po bënte me bashkinë, atë që bënte me lehtë ndërtim atë masakër që i bëri Tiranës. Dhe si ta mbulonte duke blerë gjithë mediat. Ky shpiku i pari dhënien e pasurive publike mediave. Ky fuste televizione në ndërmarrje publike, që ja jepte televizionit me koncesion, nuk pagunin as i lek. Ky shpiku donte në atë kohë, po e bëri tashti, ndarjen e kioskave për gazetat. Që përveç gazetat shisnin edhe pije tjerë. Ky filloi ndarjen e aseteve publike për mediat. Për çfarë bënte këtë gjë? Beson vërtet se kishte hall që mediat shqiptare të forcoheshin? Jo. Kishte hall që ato që ai bënte të mos dilin, ose të pasqyroheshin ndryshe nga sa ishin realitet. Kështu që këto gjë po bënte tani se nuk di rrugë tjetër. Ju e mbani mend, ditë e parë punës publikoi fotot e kryeministrisë, si ka qenë dhe si është. Kjo është gjithë koncepti i atij që bëj kozmetik për të mbuluar pavësinë dhe vjedhjen. Nuk ka shpjegim tjetër. A janë reale kritikat që i bëhen zakonisht për grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku është një grup i inkriminum thuhet, edhe që ka njerëz të përfshim madje jo urdhërdhënës, po direkt pjesëmarrës në vrasje. Po janë të vërteta sepse siç po provon dhe koha, siç po dalin edhe nga provat e prokurorisë, nga shërbimet e huaja, është verifikuar që një pjesë e madhe e tyre, disa edhe kanë ndërheqën dhe kanë hikur, një pjesë tjetër janë në burg, një pjesë tjetër janë shpallë në kërkim, një pjesë tjetër janë dënuar në arrest e shtëpi apo kanë lënë detyrat. Pra nuk është, si thua, një fantazi, është një realitet dhe nuk është rasti, mendoj unë, që ka ndodhur, ku mblidhen bashkë edhe i dënuari për drogë, edhe i dënuari për seks, edhe i dënuari për vjedhje, edhe kanabis, vrasës, trafikant droge, etj. Nuk është rasti. Këto janë mbledh sepse Edi Rama nuk njeh mënyrë tjetër për të fituar vota. E ku është Partia Socialiste shkullak? Pra një parti që cila dorën zemrën të kalumen ka qenë me emrat jashtëzakonisht kredibil. Pra kemi pas drejtori Agollin, kemi pas një numër të njerëzve që kanë pas pesh fjalë aty në. Pra çush arriti Edi Rama me pushtu, pra me shu gjithë zërat rreth kësaj partie. Kjo është përgjegjësi e njerëzve të asaj partie, nuk diskutohet. Është pak dhe tipar dallus i Joni Natan. Nuk është çudi për shkak atë dënë si ka mundësi që Shqipëria ka pas pushtimin më të gjatë turk, si ka mundësi që Shqipëria ka pas diktatorin më të egër të Evropës lindore, si ka mundësi që tranzicioni shqiptar zgjas ka pafund 25 vjet e tjerë. Kjo zgjas sepse ne fillojmë mësohen me të keqen, ka një lloj hipokrizie kolektive, ka një lloj përulje ndaj nevojës për një rrogë, për një vend pune. Pra fillon bëhesh ur dhe një lider diabolik, sigurisht që ka talent, një lider diabolik e shfrytëzon këtë defekt të shtetasve të tij dhe fillon i shkel me këmbë.
Edi Rama mos e kenë marrë seriozisht në fillim, por kur shikon sot Partinë Socialiste, se si është ka ta ndisur, kur shikon sallën që ngrihet e gjitha në këmbë për demaskuar si në Korenë e Veriut Bemblushin, në Elbasan që ulurinë më të madhe, e shikon që aty ka triumfuar, si të thuash, pushteti Edi Ramës, që është pushtet politik, është pushteti paras, është pushteti vendit të punës, është pushteti privilegjit, është pushteti i karrigës që ofron. Ai ka shfrytzuar këtë në maksimum. Dhe kjo prapë dhe për këtë i duan mediat, që ta paraqesin prapë si një udhëheqës liberal, demokrat, që del në Facebook, komunikon me popullin, bën batuta, na bën për të qeshur pas here, po na hap dhe ekspozita që manit botën. Bota i ka syt gjithë këtë nga ne, thonë si ka mundësi ai vënda që vogël këtë fat, këtë një artist kaq të madh, ta ketë kryeministër, kupton? Kjo është habitemi ne, domethënë që dhe Vučići i thot lider global, dhe vetën e qunë lider lokal, kjo në habit se si Merkeli, ngelet pa frym kur dëgjon historinë e tij. Se si dhe Trumpi desh hiku për dreq, se amerikanët dëgjuan fjalën e Edi Ramës dhe mund ta votonin kundër. Pra ky ka dhënë vetes këto atribute dhe ata që kanë grup mund të qeshin ose mund tallën kur shkojnë në shtëpi, por nuk guxojnë ta thonë. Dhe për sa kohë do guxojnë ta thonë, mungesa e demokracisë në një parti është premisa e parë ose si thua garancia e sigurt që kjo do të mungojë në gjithë vendin. Ti e përmendet kaluarën e Partisë Socialiste? Partia Socialiste na të respektuar, na me Dokle, Servet Plumbi, me gjithë mëkatet që ka pas Fatosnaro, ka pas dhe një lloj papërgjegjshmërie, por jo sa kjo e Ramës. Ka pas rotacion ku në Fatosnaro. Jo vetëm rotacion, po ai e konsideronte partinë si bashkim vullnetar, njerëzish që i lidh një ide dhe kaq. Dhe në kohën e Fatosnaros dhe Ilir Meta, që ka qenë kundërshtari i tij prej fillimit, prej 91-shit, 92-shit, ka qenë gjithmonë antar i kryesisë, ka qenë gjithmonë o ministër, o sekretar shteti, e njëjta gjë me Servet Plumbin, e njëjta gjë me Namik Dokle, e njëjta gjë me Gramoz Ruçin, e njëjta gjë me Pandeli Majkon. Pra ka pas disa sensibilitete që e bënin demokratike atë parti dhe epi mundësinë që të rinte gjatë në pushtet dhe të rikthehej, sa që kishte nevojë. Kurse kjo më ndryq drejtimi, sigurisht për momentin duket e fuqishme etj, por fundi dihet, nuk është Shqipëria që është një eksperiment që sigurisht sa më lart dhe sa më fort ma shumë gjitesh, më shumë dhe bësh për bie. Zgjedhjet janë në qershor apo me 15 qershor? 18 qershor. Çush i sheh, a do të ketë ndryshime, a do të jetë prognoza jote për që do të jetë konfiguracioni i njëjtë politik? Shiko, kjo është po uazoj biles një shprehet një kolegu tonë Bushatit, është si tysh një loj në kazino, ku ti di që keme humb. Ta kanë thënë që në fillim që është saktuar që fitojnë ta dy. Po qëse futesh me lut, legjitimon këtë lloj fitimit me hile. Në qoftë se nuk merr pjesë, është një hap. Dhe unë mendoj që opozita duhet bëj këtë gjë. Në qoftë se opozita do hyjë në një lojë që janë zgjedhjet, ku ka sigurt që gjithë mediat mbështesin pushtetin. Ku gjithë biznesmenët oligarkia mbështet pushtetin. Ku frika e vjedhjes votës është maksimale. Ku pushteti ka gjithë mundësitë financiare, politike, mediatike, propagandistike etj për të shkatruar, pra për të mposhur dhe ti e di që shiko, në këtë garë ti po hyn, por nuk e mund dot të keqen, atëherë minimumi që duhet bërë është mos pranosh tysh në garë. Pra ti po propozon. Unë mendoj që nuk ka kuptim. Mendohet edhe tysh në një garë ku e di që për shkak se nuk zbatohen rregullat e lojës, ti je i humbur. Po pse sforcohet opozita, pra pse opozita nuk po arrin më do. Ky është problemi i opozitës. Pra, si thosh, kjo është pjesa e dytë e diskurit. Unë po them pjesa e parë është ne pranojmë që kjo është një keqje mënyra se si po qeveriset vendi, si po kontrollohen mediat, si po përdoret para publike, si po jepet koncesionet, ku po shkojnë miliona. Ne bjem dakord që kjo është një keqje, po përdoret nga pushteti për të mbajtur pushtetin. Pra, dhe me këtë pushtet kaq të fortë, me këtë para kaq të madhe, dhe një opozitë e fortë hyn garë do humbasi. Atëherë themi që këtë të keqe të paktën opozita e dobët, ashtu siç është. A besoni që ka mos bëhet pjesë e kësaj të keqe. Me ta zgjidhin shqiptarët? Po. Me Edi Rama. A besoni që ka opozitë si vullneti? Ose kësi mendimi? Besoj që duhet shkohet drejt i vullnetit, besoj duhet shkohet drejt i mendimit. Jo thjesht siç jemi mësuar në temë që bojkoti zgjedhjeve, për revoltën e zgjedhjeve, jo, ky nuk është bojkoti. Çfarë kërkoi opozita? Kjo është mos pjesëmarrje
në një lojë që është e trukuar që në fillim dhe ti e di që do dalësh i humbur. Për çfarë do të marrësh pjesë? Për të legjitimuar fituesin? E deri kur me pritet 4 vjet tjera? Jo, besoj të qofse opozita merr një vendim tillë. Unë nuk besoj se shqiptarët do presin 4 vjet tjera. Pra, si të thuash, sistemi të hiqet njëra këmbë. Okej. Pra opozita deri tani është pjesë e sistemit. Duke marrë pjesë në garë, duke ca bizneseve ju bie, ca tjerave nuk ju bie, që hesht për ditë kë bën për ditë, sepse duke qenë pjesë e sistemit detyrohesh. Po. Që të përballosh presionin e madh pushtetit nga herë bëhesh dhe ti si ata. Pra duke hikur opozita, të paktën sistemit i bie njëra këmbë. Ta shikojmë, do ta mbajë dot vetëm apo nuk ta mbajë dot vetëm. Që të se pas në menu asnjëherë, po me gjas kjo është një ide origjinale e jutja. Jo, e kemi diskutuar shpesh, e kemi diskutuar me shumë njerëz, me kolegë tanë që e flasin dhe mendojmë që kjo mund të jetë një zgjedhje. E tash te Partia Socialiste, pra kena Ben Blushin, cilat janë gjasat e Ben Blushit në politikë? Gjasat e Ben Blushit është e vështirë. Ne po flasim që opozita, që ka një trup më të madhe, ka votues, ka një si thua histori 25 vjeçare në politikë dhe është e humbur. Në kushtet që janë. Imagjino një parti që nuk ka as numërues, as komisioner, kushtet e numëroj votat është e vështirë. Është e vështirë, po jo e pamundur. Unë mendoj që në Tiranë shikoj që do të arrijë një rezultat pozitiv. Dhe Blushin e shoh prapë në parlament. Pra Blushin në kontekst kosovar, kush do mund të quhej? Ilir Deda, veton së Feri, ndoshta. Feri. Vetoni. Parti urbane. Parti urbane, parti liberale. Artikuluar që e majt. Kjo betejë e Koçokogdhimës me Edi Ramën, a ka edhe këtu po më jamunët Koçokogdhima me sfidu Edi Ramën, i cili po shihet njëri prej njerëzve më rebel tash edhe më tutje në Partinë Socialiste. Do ta ketë vështirë, sepse pushteti thash të bllokon çdo mundësi për t'ia dalë, aq më tepër kur je vetëm. Por betejë aty, domethënë unë mendoj që ajo më tepër është një luftë brenda llojit. Unë domethënë shikoj shumë ngjashmëri me mënyrën se si Enver Hoxha ka drejtuar dhe mënyrën se si vepron Edi Rama, ka ngjashmëri identike. Edhe Enver Hoxha nuk e mori njëri seriozisht. Gjatë luftës nuk ishte askush. Ishte një zari, themi ne, i Dushanit apo i këtij tjetrit. Dushan Mugoshës apo Miladin Popovićit. Por me kalimin e kohës filloi të forcoj pozita ashtu si pa u ndjer, herë bën aleancë me njërin, herë bën aleancë me tjetrin dhe në 46-ën bëri aktin e parë që ekzekutoi grupin parlamentar të opozitës, po shkatoi. Me shmangu opozitën me grupin e pushkës. Më pas filloi të shmangi pikërisht ata njerëz që ishin dëshmimtar ose që kishin autoritet pothuajse të barabartë me të. Siç ishte rasti i Koços. Pra Edi Rama nuk u nda me Koçokogdhimën ose nuk e largoi Koçokogdhimën sepse idetë e Koços binin në kundërshtim me idetë e Edi Ramës dhe ky e kuptoi mbas 20 vjetësh miqësi të afërt. Por e kuptoi që Koçokogdhima nuk ishte një ushtar i zakonshëm që ishte futur rreshtin aty dhe ulte kokën të hante tagjin që kishte vënë përpara kryeministrit. Koçokogdhima kishte një lloj personaliteti të vetin. Nuk e bënte këtë punë përpara. Besoi politikën, parat i bënte në mënyra të tjera, mund përfitonte prej politikës, nuk diskutohet. Para për në fundit si thosh është dëshmimtari i rritjes tënde, është njeriu që ka qenë më afër dhe të njeh akoma më mirë. Dhe në tilla raste ne dim përvojën e diktatorëve që eliminojnë parë dëshmimtarët e dobësive të tyre. Dëshmimtarët e dobësive. Koçokogdhima është dëshmimtari i dobësive të Edi Ramës. Dhe këtë gjë nuk e pranonte dot. Nuk mund të kishte një autoritet në parti që mos kishte frikë ose mund të fliste lirshëm përpara atij. Dhe zgjodhi këtë rrugë. Sigurisht që në kushtet që ne jetojmë, këto krahasime janë karikatura të ngjarjeve të mëdha të shekullit 20. Unë e them shpesh për shembull se të krahasoj edhe me maninë e Erdoganit apo të Putinit për të kontrolluar, për të pas mendet në kontroll, për të përfituar një grup oligarkësh, për të darë paranë publike, për të bërë çfarë duash me këtë vend dhe mendoj që ajo që po ndodh kënesh një karikaturë. Siç kemi kapitalizmin karikaturë, siç kemi pas shumë gjëra karikaturë, kështu e kemi edhe liderin ton. Në anën tjetër njëri prej temave gjithashtu që rikthehet Shqipëri kohë pas kohë është raporti Meta Rama. Ai fillimisht dukeshin më të caruara, pastaj ka një ramje. Çush janë tash raportet e tyre sipas teje? Edhe a mundet Meta me rrezu Ramën mbi pushtetit? Duke nisur për asaj që lezoja në laps më herët, muaj më parë, pra ishte një farë lloj shpresë që ndoshta ky do të jetë ai që do ta më parë ndoshta e kishte këtë mundësi. Para rastit Dibrës, sidomos, para që do të Më parë ndoshta e kishte këtë mundësi, sepse shkëputja
mund të ishte bërë më herët, dhe Meta besoj në atë momente kishte mundësin që të dilte nga koalicioni me Ramën jo thjesht për prishje ose për qef mbetje, por edhe në emër të disa kauzave publike që në atë kohë ishin shumë të forta, ishte lufta kundër drogës, ishte siguri jetës në vend, ishin koncesionet shëndetësi që ishin skandaloze, kishte plot e plot gjëra të tjera që kishte aksesibilitet madh qytetar deri ke importi i mbetjeve. Kështu që nëse do dilte atëherë mendoj që mund ta dëmtonte seriozisht. Tash ti mendoj është vonë. Është vonë, unë shikoj që në zgjedhje do hyjnë bashkë. Mendoj unë, ky është mendimi im që ato do hyjnë bashkë, por do të varet shumë qëndrimi i Metës, mendoj nga situata politike që do jetë në vend. Pra nëse do kemi klim tensionuar politike, nëse do kemi klim përplasje, nëse do kemi opozitën që nuk do të hyjnë zgjedhje, unë nuk besoj se edhe Meta do bëhet fasadë e pushtetit të Ramës apo do jetë, si thua, fërgoj duart që shqyqy që se janë këta që ta marrë gjithë pushtetin për vete. Nuk e di nëse janë nisë. Elizova sot ishte me një avion ishte shku bashkë. Po, Basha nuk duket nisësh Washington sot. A shpreson Meta që me ndrimin e administratës reja amerikane Rama mundet me dobësu pozitat, sepse ambasada amerikane në Tiranë ka qenë shumë e afërt me Ramën? Është e vërtet që kanë qenë afërt, është e vërtet që ka dhënë mbështetje publike dhe kur Edi Rama nuk e ka merituar. Edhe i ka godit kundërshtar tjerë. Është e vërtet që për herë të parë një ambasadë amerikane në Shqipëri krijon, si thuash, një sensibilitet negativ tek një pjesë tjetër, sa do e vogël që nuk mendon se ajo, që është pjesa që i takon opozitës, pra ka qenë më eksplicite se sa duhet mendoj unë në qendrimet e veta. Megjithatë zgjedhjet e tyre, mendojnë, kam menduar që reforma drejtësi ka qenë prioritet me prioritetet dhe për këtë nuk kanë kursyer edhe pozicionimin. Mendoj te kjo pjesa ke roli që mund të ketë administrata amerikane tjerë nuk e shikoj shumë. Se është një konspiracion në Shqipëri sa po lexojnë media, pra Sorosi, administrata... Kjo ka marrë për masa anekdotike, domethënë, si gjithçka që japim ne të. Edhe kjo ishte njëra prej pyetjeve, pra nuk besoj se. Unë beleu çudita, Basha muaj më parë ishte taku vetëm me George Sorosin, pra ishte një lloj interesimi edhe i Sorosit për Shqipëri. Në Kosovë nuk është rasti. Sorosi ka pas gjithmonë. Zakonisht disa vende të lindjes ku bënte pjesë edhe Shqipëria, ku ka qenë Hungaria, Polonia, Shqipëria, Maqedonia, Beogradi ka qenë deri diku. Pra ka pas një prezencë. Nuk e ka Soros këtu. E ka një emër tjetër, Kfos për shembull. Luanin duke shllapur. Nuk është shumë të rrezikshëm Luani. Kështu që dhe dhënia e këtyre përmasave të rrezikut është hiperbolizuar, kupton se nuk është Sorosi që mbrapa që luan fije të tjera. Soros sigurisht mund të ketë pas lidhje e veta, mund të ketë pas njëjë me Ramën, me dikë tjetër, mund të ketë ndihmuar. Dhe pa diskutim që ka ndihmuar nga WikiLeaks, ka treguar shpesh ndërhyrjet e tij para administratës amerikane mbas 21 janarit, pra për një lloj dënimi të Berishës dhe për një lloj kthimi shikimi nga opozita, pra sigurisht me influencat e tij mund të ketë ndihmuar për shkak lidhjeve misive që ka patur. Njëjë të përbashkëta me Ramën, por nuk mendoj se Sorosi rri pa gjumë duke menduar fatin se si do i... Jo, po ishte signifikative pra ecja e Metës edhe Bashës te ceremonia Trump, jo e Ramës për shembull. Po nuk besoj se ka lidhje. Nuk besoj se ka lidhje. A do ta dëmtoj Ramën pozicionimi anti-Trump që ka pasur në Amerikë? Rama është i aftë dhe nuk është çudi që ta dëgjosh duke treguar barsaletat e Trumpit. Unë kam sinjalizime që biznesmen, njerëz me influenca në Amerikë kanë filluar punën për Ramën. Për Ramën, madje biznesmen nga Shqipëria, biznesmen nga Amerika kanë shkuar dhe po lobojnë që Rama të ketë një... Po, s'ka dash ta thotë, është nxituar. Po, është jo serioz. E kam ndiku Merkeli për keq edhe. I kena 2-3 pyetje, i kena pastaj disa të lexuesve që kyçmi live na kena praktik shkollak, shkojmë live në Facebook në faqen tonë. Pyetjet po këto janë të mia të matutje për lëvizjet e Ramës me Vučićin, për përmirësimin historik të raporteve. Çka ishte kjo? Cili ishte interesi i Ramës? E mendova dhe desha me të shkruajt këto ditë kur ndodhi kjo punë e trenit edhe thashtoni për Ramës t'ia bëj telefon Aleksandrit edhe ta ndali trenin. Po pse ishte kjo ngarendje e Ramës në raport me Vučićin edhe demek nuk mungonin këto epitetet lavdruese, lider ballkanik edhe këto gjëra. Shiko, një politikan mendojun ka dy mundësi për të marrë një peshë për te kufive të vendit vet. Pra, e para është një qeverisje model, pra që të nxjerrë një vend nga një gjendje e vështirë në një stad të zhvilluar dhe të rregjë vëmendjen e gjithë botës me zhvillimin që ti bën, me jetën që ke përmirësuar, do ishte për shembull Shqipëria do kishte arritur nivelin ekonomik, shqiptarët nuk do emigronin më. Ne nuk do ishim vendi dytë mbas Sirisë
për emigrant. Shqipëria do të rishte vëmendje në gjithë mediave të botës si një vend ku është rregulluar arsimimi, shëndetësia, por nëse ti ke dështuar ke gjitha ato, nëse ti prodhon emigrant pa kufi, nëse ti figuron në gjithë mediat e botës për kanabisin, nëse ti vazhdon ti është vendi më i korruptuar në Europë dhe vendi më i varfër në Europë dhe vendi më i dështuar në Europë, atëherë kush është mundësia e dytë që ti të marrësh një peshë politike për te kufive të vendit tënd? Është të luash me çështjet ndjeshme. Dhe Rama zgjodhi, si thuash, këtë po e quaj lojën e misis ose të farmasat me dimensionin e snobizmit ndaj Vučićit për të risjell atë që ai pëlqente shumë të thoshte që si Gjermania me Francën do bëjmë pajtimin historik. Pra, nisu vetëm nga epitetet, pajtim historik nga Gjermania dhe Franca, që nga lufta e parë botërore, pra mbas 100 vjetësh, më në fund, fati ynë i madh pikoi prej qiellit në ra njeriu që mbas 100 vjetësh do na bënte paqen me serbët. Dhe kjo përmas epike që ai jepte veprimeve të veta, bënte domethënë që të rriqet çik vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të Merkelit e tjerë, që të bëjë një lloj faktori në tavolinën rajonale, sepse Edi Rama për fatin e tij të keq nuk ka pas asnjë mundësi tjetër, asnjë fakultet për të qenë pjesë e kësaj tavoline. Ai nuk e njeh rajonin. Jam i bindur nëse do ta kesh në një komitet po ta pyesësh për ndarjen e Kosovës, kush janë zonat e veriut, kush janë zonat e Luginës Preshevës, çka kërkojnë serbët, çka kërkojnë shqiptarët, nuk i di. Është nga njerëzit më të paditur sa i takon çështjeve rajonale. Megjithë janë lodhur shumë këshilltar ti ka pas nga Kosova, njerëz që kanë jetë afër etj, por nuk ka dieni tek ajo punë. Nuk shquhet si thuash për një lloj njohje të mbarshme dhe aktuale për një lloj autoriteti tek shqiptarët në Kosovë, në Maqedoni etj. A ka vujt pak në kompleksin e Berishës? Atë ka vujt gjithmonë, Ndikimet në Kosovë. Jo vetëm për ndikimin në Kosovë, atë ka vujt gjithmonë edhe për erudicionin dhe për aftësitë dhe për faktin e të qenit partner normal, interlokutor normal me perëndimorët. Jo interlokutor cirku. Se cirku është gjithmonë interesant, kushdo e kthen syt. Ti shikon një veprim palaço që bën një veprim dhe thotë interesant, qesh, po e harron në pas. Puna është që kur je partner me dikë, ti ta shtish atë të mendoj për atë që ti je duke thënë dhe për atë që ti je duke bërë. Mbi atë vlerësohesh. Cirku kalon, kurioziteti kalon, historitë me komunizmin janë treguar 1 milion herë, se vetëm ato tregon. Kështu që dhe Vučićin ai e përdori për këtë qëllim. Vučići Rama e përdori për t'i dhënë vetes një peshë më të madhe në rajon që realisht nuk e kishte. Dhe fakti tregojnë që nuk e ka pas. Pra nuk ka arritur Rama me bind Vučićin që po ta kishte pas, vërtet do të kishim relaksim të marrëdhënieve. Po ta kishte pas, do të thoshte, shiko, un po ta nënshkruaj ty rrugën. Siç kemi aplikuar në Vjenë të autostradës Niš-Durrës. Pra po e shmangëm në Kosovën si palë e tretë ku kalon kjo rrugë. Po e quajmë një projekt shqiptaro-serb. Jo Beograd, Prishtinë, Tiranë. Por ama në këmbim ti duhet pranosh sa kushte. Që kush janë? Janë tërheqjet me provokimet nga veriu, kjo ide e çmendur e murit, to provokimet me trenin etj. Pra kjo tregon që për trenin as nuk shkroi, as nuk kishte postim. Ju përgjigj një lexuesi në nuk e ka ditë çfarë thotë. Ai rrezi nuk ka ditë askush nis trenës për ku shkon. As dikur mund të ketë pas tren Beograd Mitrovic. Nuk ka pas nga ti di këtë punë. Besoj se sa ka marrë kohë më informu, ka kalu aktualiteti i trenit. A mundet më rikthy Berisha në politik prapë mënyrë aktive? A beson? Jo. Nuk mundet më rikthy. Nuk mundet më rikthy. Ja pse ai po vazhdon me Facebook. Nuk mundet më rikthy, ai ka thënë. Ai ka thënë që e quan atë kapitull të mbyllur dhe besoj që nuk ka për të rikthy. Dhe besoj që edhe vetë Berishës dhe vetë Partisë Demokratike nuk i duhet. Ky rikthim në kuptimin e marrjes roleve ekzekutive në parti. Pastaj çdo njeri është aktiv për gjërat e veta. Po shkoj me Facebook shkollak, i kena një 5-6 pyetje, 7 pyetje për imazhet të mi, pra jo që për na këshunin në Facebook, që tash që jeni kyç, emisionin e plotë keni në 8:20 në TV Dugaxhinë dhe mani e keni edhe në Express në sajt tonin. Këto janë vetëm disa pyetje që i keni dërguar jo për analistin dhe mikun ton Arman Shkollakun. Disa pyetje mund të më kanë edhe pak të përsëritën, po s'ka lidhje shkollak. Pyetja është, Naim Murseli thotë, pyetja ime është, cili televizion ose medium në Shqipëri është apolitik?
mos vjen keq tu i lapsi.ale është apolitik, është kuptimin, nuk është apolitik, është i pavarur. Jo, është i pavarur, po, totalisht i pavarur. Politik jemi të gjithë. Është totalisht i pavarur, po. A ka media tjera që rezistojnë? Po mendoj që ka, por është ajo që ne diskutuam në fillim të emisionit që hapësira e re e mediave online po bëhet si thosh dhe hapësira e mediave që rezistojnë ndaj pushtetit, sepse për arsye në thjesht si urren Roma me të vërtetë portalet, pra po sepse di që nuk më kontrollon këtë internetin? Po mundohet shumë me kontrollu, mundohet me ndal, po vështirë ka. Edhe është shumë i shqetësuar për një fakt shumë thjesht, se sa më shumë ai kontrollon mediat tradicionale, aq më tepër ky mundi të shkon kot, sepse aq më tepër të është uria dhe etja e njerëzve për të mësuar të vërtetën. Dhe të vërtet mundohet të hapi mediat online. Vullnet Maxhuni thotë, kush po i financon televizionet atje, i përmend pagat e gazetarëve, pra pagat krasta Fevziu dhe ata pagat e mëdhaja, po thotë çush arrihet deri. Edhe kjo e pagave është e fryrë? Është një tjetër lojë. Okej. Që ka dalë pikërisht në momentin kur një kolegu jon gazetar, ish gazetar, deputet i Partisë Socialiste sot, Alfred Peza bëri deklarim pasurisë tij brenda gjitha rregullave që kishte bler aksione në një bankë rreth $1 milion i kishte shpenzuar për bler këtë. Dhe paralel me këtë dolën pastaj të flitesh për super rrogat gazetarëve që marrin nga 50.000 që kanë nga disa shtëpia, që kanë përfshi dhe mu, lloj të çmendurirash. Kjo ishte një tendencë për me balancu pezën. Jo vetëm atë, po më thënë që jo vetëm pezën, po edhe këto që po ndodhen me mediat, për të thënë që shiko, tu janë gjithë lloj. Po. Këtu nuk ka edhe këta që flasin për lirinë e shpresë, këta janë ca milionerë që marrin para, paguhen etj. Pra për të relativizuar çdo kritik tonën ndaj pushtetit. Unë them që njerëzit le të gjykojnë nga ajo që themi dhe nga ajo që shkruajmë. Po. Pastaj tjerat kanë vetëm një verifikim që është e vërteta. Indrit Vokshi thotë pyetë shkollakun pse kaq gazetar që jeni shkarkuar nuk mbledheni ta formoni një shoqat të pavarur gazetarëve edhe të janë nxini jetën qeverisë. Po shoqata ku do pasqyrohet shoqata? Cilat media do japin deklaratat tona? Uran Rasimi thotë pse në Kosovë gazetarët opinionistët kanë më shumë njohuri dhe interesim për Shqipëri dhe ju anasjelltas, pra Shqipëria ka më pak interesim për Kosovën, analistat dhe opinionistët atje. E patëm rastin e Artur Zhejt nuk e njefte drejt e Kelmend, thoshte kush jete ku ke punuar ti. Mirë, kjo është një fenomen i përkohshëm, do thosha unë, do vi momenti që edhe në Shqipëri do kenë më shumë interes për atë që ndodh në Kosovë, po kjo besoj lidhet me një fakt, Kosova ka qenë e pushtuar, Shqipëria ka qenë i vend i lirë dhe orientimi për të pasur çfarë ndodh në Shqipëri ka qenë si thosh një lloj orientimi edhe për të çfarë ndodh në Kosovë. Pra syt këtu kanë qenë drejtuar atje për shkak të pushtimit. Okej. Besnik Fazliu Fetiu, për çështjen e kurrizit, pra që ti nuk e ke thuj kurrizin këtë herë, po thotë po pse është problem kaq të shqiptarët çështja kurrizit nuk hezitojnë me thyje dhe mu bë servel ndaj qeverive. Ka qenë historike. Ka qenë gjithmonë, është një plagë jona historike, do thosha unë, që ndoshta lidhet me varfërinë, ndoshta lidhet me nevojën bazike për një jetë të garantuar, që gjithmonë ka qenë problem. Ky është fakti që shumë shqiptarë ikin, nuk ikin thjesht për i vend pune, po ikin për të pasur dinjitet njerëzor. Domethënë, të shifrat alarmante të emigrimit nuk janë për një vend pune, unë mendoj që janë edhe për dinjitet njerëzor. Që të çojnë fëmijët në një shkollë të mirë, që të shkojnë në një spital ku trajtohen si njerëz, që dalin në rrugë ndihen qenie njerëzore dhe jo të maltrajtohen për një vend pune apo të shkelen me këmbë për një rrogë. Violeta Axholli më kesh në Facebook thotë si është roli në Shqipërisë dhe qëndrimit e Edit në përballjen Kosovë-Serbi, sidomos ngjarjet e fundit me tren. Violeta pak është pro Edi Ramës, por ndoshta ja thyn zemrën tash. Po te treni s'ka bë kur gjë. Nuk ka bë kur gjë për trenin. Edi Rama nuk e kemi ti themi Violetës, nuk e kemi politikan për kohë konfliktesh, Edi Ramën e kemi politikan për kohë ekspozitash. Kaq kishin pyetjet, ishin edhe disa tjera, po zakonisht disa pyetje janë përsërit. Shkullak, faleminderit shumë që ke komitet dhe juve për ftesën. Nëse ka shumë të lasha nej, pra edhe 5 vjet e bëjmë një marrëveshje këtu. Me kënaqësi. Edhe sepse gjatë kohës kur ke qenë këtu ke pas rolin e opozitorit, ke qenë kolumnist në Ekspres. Edhe kam punuar në Ekspres për gjatë 3 vjet kam shkruar në Ekspres. Edhe nuk është që kanë kalu pavrejt shumë kolumnë tuaja këtu. Kemi marrë telefonata ku pastruar. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, me ne është Arman Shkullaku me kolegë nga Shqipëria, bisedum për gjitha çështjet që e prekin Shqipërinë aktualisht. Shihemi nesër Roma.